It's been a while. We're back. Po bra, welcome. Se vjet këto aeroportin, e kemi larë me lot. Okay, let's go shpirti. Ikim pra. Le të shijojmë tokën koreane. Më rritëm në tokën koreane. Dhe shiko? Po, pastaj shkuam në hotel, pushuam pak, dhe ja te kemi. Si turist model që në 9 të mëngjesit rrugëve të Myeongdong. Si kishte? Po. Gjithë gocat që janë të rësënuara pas produsit e lëkurës apo produkteve edhe të make-upeve të ndryshme, e dermokozmetikës koreane. Olive Young është një nga vendet e ëndrave ku mund shprenosh oreksin për produkte pikërisht të kësaj natyre. Francesco nuk është pari lukë për këtë gjë. Zemra, se qef. Është një vend aty që janë vetëm burrat e mëzitur. S'ka të sosur. Kemi një orë që këtu. Agonia vazhdon. Më duket se po del. Nuk jam si opa. Gjej kush e bleu peshën e vet në make-up. O zoti i madh. Qa është ajo? Qarqaf? Që ke bërë të raftë e mija? Jemi ullur në një nga cipleqet e Seulit për të ngrënë soup noodles, curry dumplings edhe që ishte një këtë specialitet. Është shumë i vogël si vend, po thonë që është më i mirë në të gjithë Seulin. Dhe kjo është Francesco që po plotëson kuadrin me element artistik bashkëror. Gjimina. Gjimin. Duke dashuruar mishin më shumë se mua. Me shenja. Wow. Kështu është në përditshmërinë e vet. Thjesht ju e shifni me rrobat normale zakonisht. Se do i bini të fikat nëse do e shifshin kështu për ditë. Zemra, e kisha këputin mretën kështu? E kisha këputin. Hynë në pallatin tënd mbretëror? Momentalisht jemi në pjesën e brunchit ku bëhet një ceremoni me të gjithë ndrimit të rojeve apo jo? Të rojeve. Mbretërore. Përpos fakti që po marrim një shije të historisë së Koresë, unë ndjen se në një këtë drama të vërtet. Shpiti çike dhe çona. Tani po ta shikoni me vëmendje, janë 3 porta kryesore deri në pallatin mbretëror. Dhe kjo është për arsyeën e thjeshtë që njerëzit duhet të ishin sa më të purifikuar edhe fizikisht edhe spiritualisht kur i afroheshin larg madhërisë së tij mbreti. Pjesa që shikoni e shtruar është ndarë në 3 kolona të rëndësishme, në qendër së cilës mund kaloj vetëm mbreti, ndërsa krahas saj janë ushtarakët e lartë dhe ministrat. Kushdo që shkelte në kolonën qendrore të rrugës së shtruar dënohej deri me vdekje. Jemi në qytetin e vjetër. Situata është komplet surreale, ku gjithë flasin me të vogël, se po të shikoni janë këto kurat me këto veshjet e verta, që të kapin për zhelësh e të qidhin jashtë. Kjo është një zonë që prej kohës të kolonive japoneze nuk ka ndryshuar dhe shumica e qytetarëve këtu e civilëve janë pikërisht japonezë. Dhe edhe rregullat janë pak më strikte. Simboli koranëve
Mukonghua. It's a kitchen. So you can see the firebox underneath. So we make a during the winter time. Atëherë ishte nevojshme që ta sillim këtë informacion në mesin tuaj miqtan. Sigurisht mund ta shikoni, aty ka një hapësirë me xhama relativisht të tejtukshëm. Dhe është një hapësirë ku supozohet që gjithë duhanpërësit konsumojnë duhanin. Në të kundërt, nëse konsumon ambiente publike apo edhe në ambiente të mbyllura, gjoba ishte sa ishte shpirtin? 100.000 lek. Shumë mirë ua bëjnë. Se visi ligjet në Shqipëri kë. 200.000 lek ua bëjnë. Thank you. Oh my god, it's so cute. Oh, it's so cute. Shpirti është super e bukur. It's so beautiful, nice, thank you. I love it. Thank you. Të dehidratuar rrugëve të Kores. Sa cute që janë. Inde në një cat cafe. Këtu janë Catland. Ah, he cleaned it. A po knasesh? Janë ca jashtë shumë tua. Jemi pak vonë, po të shkëm tani takojmë Lindën nga Skin 104. Jam tek lokacioni më i ri dhe do na bëj një super tour. Në gjithë eksperiencën për të parë produktet më elitare të Skin 104. Would you like to sit as well? Yeah, No. sure. Huh? Is it okay? Of course. Linda ishte super e mirë, se na mori edhe gjithë këto. Can you say hello for the camera? Hello. Thank you. Përshëndetje Fjoralba, çfarë janë këto? Përshëndetje Francesco. Çfarë janë? Kthetra pula. Këm pule, pa kretra. It's class, është pjesa e fundit e këmbës. Në Mjan Dom, që është një nga rrugët më të gjalla në botë. Edhe këtu është një street food market. Edhe ka gjithë ushqimet që ka qef Rushi. Këtu po marrim pulë të skuqur që thonë shumë e mirë dhe tipike, është ndryshe nga pula e skuqur që jemi mësuar ne. Dhe e thot edhe këtu që është very good chicken. Është the best. Edhe Rushi që hëngri gjithë këmbët e zogjve. Pula. E di që duket shumë e çuditshme, por është gjëja më e shijshme në botë. Është një mix perfekt në konsistencë i masës gjelatinoze, kërcore edhe mishit. Edhe është i pasur me kolagen. Do ta kap nga këmbët. Policia duhet na. Dikush po han baby crab, dikush po han akollore. Do provoj pak. Kjo është akollorja ime. Buja kështë marrë mundën që fruta thjeshtë me pak sheqer sipër. Dhe që nga shmira. E kështu udhëtimin në Kore. Kam pritur në fund. Dukur se kemi xhiruar shumë sa video shkuar. Po kjo është një shenjë që e kemi shijuar më shumë se kjo. Se dinim ku shkojmë. Jo, thjesht jemi në zënë me njëri tjetër. Asnjë. Tada!